Bashkëkryetari i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, Adriatik Lapaj, zhvilloi një takim me diasporën në Londër, ku shpalosi programin e qeverisjes së këtij koalicioni në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fjalën e tij, Lapaj përmendi realizimin e votimit për shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë si një nga arritjet e kësaj force politike. Ai tha se qëllimi i koalicionit është kthimi i Shqipërisë në një republikë të ligjit, duke bërë thirrje të mos shesin votën. Lapaj tha se qëllimi i koalicionit është çarja e sistemit që ka bllokuar garën. Ne duam të vëmë theksin tek reformimi i sistemit juridik, ne do të vëmë kushtet tona, hapjen e ligjit zgjedhor, sepse sot sistemi është i mbyllur në duart e kryetarëve të partive politike, tha kryetari i Lëvizjes Shqipëria Bëhet. Një ligjë apo një vetë, më gjeni një vend të dytë në botë, që të shto shakë e politika ka të pak të dy mujnori. Është Shqipëria e Romike që e ka lënë të mirë dhe të mjetur, dhe ne duhet të ndryshojmë, dhe së bashku të ndryshojmë. Tani ju i dëgjuat djemë vajza që jetojnë në sysh, unë rëpova në të rëmë në tyre. Dy prej tyre vajza ishin të lindu e jashtë Shqipërisë. Dhe besoj dhe rëtë anë e një mendim që kishin një emocion, një empati, një dashurit të atëmë, dhe mënyra si shpesh në dush me frymë. Dhe ndarë kam bindje dhe diaspora, dhe ndarë me kanon të gjithë pasën tonë politikë të ju, sepse unë e besoj fort që ju nuk e shqisë. Unë e besoj fort që ju në darë në vini, ëndra në shqipë, dhe ndërroni një ditë të vendosë në kokës së ishtë në atë në tuaj. I dëgjuat me nga këta të toshe, nga votoni ne se jemi më mirë se ata, jemi më gjatë se ata, jemi më bukur se ata më konturan e në në shqipionë, ne thasë, sepse nuk është filosofia jo. Ne nuk e nga të të për të thënë që brejnë në shabani një zë shtërësia, apo arsimi, se tjetër e të përshirë. S'ke nga për të, ne nuk e nga të që doktor fanë nga një nga doktor nuk një që kemi u të marrë edhe apë një zë shtërësia të se do bëjmë në këpira. Jo, ne këmë nga të këtu për të qarë sistemin në cilë e ka marrë bëjnë Shqipërinë. Shto me thënë? Ka blokuar garën, ka blokuar meritokracinë dhe ka bërë që njerëzit jo të turë të shkojnë majë. E nëse njerëzit jo të turë shkojnë majë, shtoj që shkojnë për drejshë. Dhe ne e tuam të avon theksim të reformimi total në sistemit tonë juridik. E nëse do të qeverisja e rëndit varë të ne, ne nuk do të vëmë kush 20% të administratës, 30% të administratës, 4 ministri ku 5 atje këta parlamentin ka apotuar kërë ministri. Jo, ne do të vëmë gjithmonë kush për të shkojë Shqipëri për para reformën tonë me 4 pika, në cilën votën e diasporës e realizuar. E dyta, hapja sistemit zgjedhor që të hapet gara. E treta, hiqë e katërta depolitizimi i administratës zgjedhore. Pse janë të rëndësishme? Janë të rëndësishme se kisha disa banorë e lojës do të kërë. Kisha e nga të gjasim lojës. Janë shumë të rëndësishme, sepse në sistemi tonë juridik që kemi në sot, populli nuk ka asnjë gjë, ka në dorë qesat e kashkës. Sepse sistemi ishtë i hyrë, sistemi ishtë i ativë që kryetarët vendosin kush do shkojnë në parlament. Kryetarët. Do kryetari, në dorën dhe deputetit. So kryetari, në dorën dhe deputetit. Keni pari të vendoj deputet pasi zgjidhet deputet në parlament, të shkojnë të gjëndarë të apotin për diasporë të pjesë në aminatoj të apo të liqë. Në të kur, pse? Se nuk i bërë ju deputetës. Ju jeni thjesht pasada, i bën kryetarë, dhe për ta arsye ne duam ta depolitizojmë administratën zgjedhore, duam ta hapim sistemin dhe duam të miratojmë ligjin për referendumet, sepse ligji për referendumet do të krijojë ju mundësinë që të keni fjalën e fundit kur bëhet fjalë për të diskutuar për ligje që funksionojnë ju. Do qeveria të ndërtojë një termo central në institutës bësore në mëzeqe? Po, mblidhet populli me referendum thotë më të dësh. Do parlamentit miratoj një ligjë të se plera të Shqipëri, i pati ora kukullët që të gjithë gridëtorën të një mërë. Po, populli nuk do, duhet e kitë referendumet që të dalë dhe të ndajnë dhe kajnë dhe populli nuk do të era të do të. Dhe kjo është qasë që në kemi. Dhe kjo është dyshimi i madh. Nuk mundemi pa tjetër, pse mundemi? Po ne nuk u dorëzuam, edhe nuk u dëshpëruam timët për e nisën të vetë. Jo në sot që
që në çdo qytet të botës i shohim na 500 qytetarë si ju sot në Londër.